Lutja të ndëruar xhamat është pjesë kryesore e fesë. Namazi, zeqati, agjërimi, haxhi, të gjitha mund të përkthehen në lutje. Andaj edhe shpesh herë ne I komentojmë se ai I cili falet, edhe jep zekat, edhe agjeron, edhe bën haxh, me një fjalë ai lutet. I lutet Zotit subhanahu wa taala. Herë I lutet me trup, herë I lutet me parë, herë I lutet me frenim dhe pengim nga ushimi, herë I lutet në haxh e kështu me radhë. Pra, kretë këto I përfshin emri përbashkët lutja, duaja. Në ka në hadith se duaja është palca e ibadetit, thelbi I ibadetit. Do t'i përmendim disa prej lutjeve, disa më kalimësi e disa duke I shpjeguar për shkak rëndësisë që e kanë në jetën e besimtar. Hadithi radhës që ka sjellë Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Muhamedi alaihi salatu wassalam thoshte në lutje, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Thotë pejgamberi alaihi salatu wassalam, o Allah, më ruaj nga paaftësia, më ruaj nga pamundësia, mos zëmban të paaft. Ajz është çdo paaftësi fizike, çdo paaftësi financiare, çdo paaftësi e llojit të cilën ka mundësi dora me e prek. Pra pejgamberi sa më kërkon të mbrojtë, o Zot, mos u mban të paaft. Pra më mbaj shëndetin, më mbaj mundësinë, më mbaj në këta aftësi të cilat I duhen besimtarit. Pastaj ka thënë wal kesel, dhe më ruaj o Zot nga dembelia. Dembelia nuk është paaftësi fizike as ekonomike, por është mungesë vullneti. Ku ti gjëra ti ki, po s'ki vullnet. Ti gjëra ti ki, por s'ki vullnet. Supozojmë ti ujin e ki, po të ven mërzi me mor abdes. Ti parët ti ki, po s'ki vullnet me dhënë zeqat, s'ki vullnet me dhënë sadaka. Ki parët i ki, po s'ki vullnet me shkun haq. Do më dhënë, e para ka të bëj me paaftësin reale, dërsa e dyta ka të bëj me paaftësin e cila ka të bëj me brendin tane. Pejgamberi sa më ka bëu dua që Zoti ta ruaj prej të dyjave. Edhe prej paaftësisë së brendshme, paaftësisë jashtme, dhe kjo është përsosëria e njeriu. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, wal jubni wal haram. Ka thënë o Zot, kërkoj mbrojtjen tane nga friga, pitutës. Tuta është çfarë? Tuta është pengesë. Ti ka mundësi për shembull I ki parët, ki fizik, ki mundësi, po tutësh. Apo dhe tuta dhe friga ka mundësi me qenë natyrshme dhe ka mundësi me e kalu limitin. Shumë për njerëzve nga friga zbojnë gjëra të mira. E mos ta baj se ku më di që shumë del. Dhe duke bërë llogari të shumta, tuta e nal pi punëve të xhairit. Andaj sa për njerëzve nuk e japin për shembull zakatin se tutët se I mangësohet pasuria. Dhe të tjerët bëjnë manovra kinse nuk pi mbledhën parët kur, apo dhe ai menon se e mashtron Zotin e Madh xhel xhelalu. Apo sa prej muslimanëve për shembull, ai realisht në kapitalet e tij sill më shumë parë se sa një njeri mesatarisht që ka parë. Pra është zekatli. Por çfarë bën? I sill në atë metodë që mos ti mbledhën bashk. Dhe këtë të manovra I di Zoti. Ti vend te hoxha e vet, hoxha unë a kam zeqat, çështu e kam punën, ti juridikisht s'ki zeqat. Ama Allah e di se ti ke bërë çasi manipulime, duke I ngatru parët e tua vetëm më zvishte zeqati. Këtë këto çfarë janë? Këtë këto janë tuta. I tuta ta ka bë. I ke ngatru parët e tua që më zvish deri te zeqati. Andaj friga është e natyrshme, mirë po kur e kalon limitin, kur I kalon kufit dhe kur bëhet sidomos pengesë për punën e mirë, atëherë nga kjo frikë ka bo dua pejgamberi alayhis salam që Zoti ta ruaje. O Allah, mos mban ashtu frikacak që të frigona pi punëve të mira, pi punëve të xhairit. Besimtari duhet me qenë I guximshëm në punët e mira, e me qenë çfarë? I friksuar për punëve të këqija. A ka për njerëz janë të kundërtën, janë guximshëm punë të këqija, e kur ti vjen puna e xhairit tutët. E sheh plot për njerëzve I thu për shembull, a morna një kredit? Hujum para administratorës atje mënejna. Para ka dalë të hijen e punëtor ka mënejna. Jo ki ala për para, çka I ta morë kreditin. A më mi thon sa ta ka diçka. E që ishi tuta në kocin më të thellë të atina. Për çfarë arsye? Se është frigacak pi punëve të mira, I guximshëm në punë të këqija. Dhe kjo është prej asaj çka ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë wal haram. Ka thënë o Zot, më ruaj nga pleqëria e shtyme. Haram është pleqni, ama pleqni e lodht.
Ka kërku mbrojtje pejgamberi alayhis salam. Ka thënë o Zot, mos u mban as i lloj plaki që s'jam mos për veten time. Pra me pas ti nevoj me të bajt dikush, me të ecë dikush, me të qumë banjë dikush, atër ma kjo jetë, edhe pse ti gjallije, por ma mirë është me vdekë sa me qashtu. Për këtë asyri ka bo dua për nga mërë a.s. ka thonë, Allahumme inni a'udhu bike minal haram. O Allah, mësë më qoqa si pleqërije, e cila pleqëri mban muë të nevojshëm për me mazgat dorën dikush me qku deri në nevojat e mija. Andaj ka kërku mbrojtje nga kjo lloj pleqërie e shtyr, e cila më nuk e le njeriu me kanë i aftë për. Andaj edhe sot njerëzit apo thonë derisa jam kam të mia, jam mirë, sepse ti nuk ke nevojë për dikant tjetër. Dhe ka bo dua pejgamberi alayhis salatu wassalam. Gjithashtu ka bo dua në vazhdimin e duas, a'udhu bike min fitnetil mahya wal mamat. Ka thonë, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga fitneja e jetës dhe vdekjes. Cila është fitnja e jetës dhe vdekjes? Çdo fitne e cila të pengon nga imani prej dunjajës o fitne. Çdo punë në dunja që të pengon nga hajri i ahiretit, ajo o fitne. Edhe ti nëse thua që unë jam të punu një darën teme, nësa të largu pja ahiretit, ti në fitneje, në sprov. Nëse çdo gjë e cila të pengon në ardhmërinë tënde, ajo fitne. Dhe e vdekjes, cila është ajo momentet ku ne kalojmë nga kjo dunja në botën tjetër. Dhe ato janë momente kritike ku njeriu ka mundësi me degradu, me deviju, me thonë fjalë të rana nga vështirësia e vdekjes. Andaj Allahu xhelal në Kur'an përshkruan besimtarët se Allahu i forcon në momentin e daljes nga kjo botë, bota tjetër. So është moment kritik. Apo i po njerëzit kur bojnë operime të rana, kur bojnë intervenime serioze, edhe mjeku djërsitet, marrin masat e veta dhe këtë shuin. Pse? Se është gjendje kritike, ka mundësi me vdek dhe ka mundësi me pështue. Para mendoj njeri kur të kalon nga kjo botë, bota tjetër, dhe ka mundësi nga shpërsia e daljes së shpirtit me thanë diçka që ka s'du të me thanë. O shemë s'po më vijet andej, s'po dua Zot me artë e ti, e kështu me radhë për i fjallëve. Apo, andaj Allahu thot, ju thabbitullahu alladhina, Allahu i forcon ata të kanë besuar. Bil qawli thabi, që ka thonë me fjallën e fort. Se njeri në ato momente i duhet për forcim. Jo rasish ka ardhë talqini para se me vdek njeri. Pse i thënë talqini? Sepse ai në ato momente ka vështirësi. E ne ja lecojmë, mi thonë, thuj la ilaha illallah. Thuj la ilaha illallah, sepse jetu shkute Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa a'udhu bike min adhabil qabr. Pastaj ka bo dua për nga mërë alayhis salatu wassalam dhe ka thënë, o Allah, më ruaj nga azapi varrit. Sepse minjëherë mas vdekjes, ndëshkimi i parë është në varë, para ahiretit. Ndëshkimi i parë është në varë. Andaj shiko me rend, ka bo dua për nga mërë alayhis salatu wassalam. Dhe shiko pite fillim, prej të pafësia dherë të vorë. Kitë janë të lidhë të njëra me tjetërën. Sepse pafësia e jashme dhe e brendshme, pastaj pleqëria, pastaj fitnet e dunjajës, edhe të vdekjes drejtë në varë dhe në fund ndëshkosh. A ku ka nis të mungesa e vullnetit për punë, edhe të në fund një dënu në varë. Dhe kitë kjo është e lidh njëra me tjetër. Doa tjetër, e cila përfshin një pjesë kësaj doaja dhe shtesat e tjera, sikur që ka gjithashtu nga Enes ibn Malik, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, Allahumma inni a'udhu bike minal hammi wal hazan. Ka thënë alayhis salatu wassalam, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe mërzia. O Zot, më ruaj nga brengat dhe mërzia. Cilo është dallimi mes brengave dhe mërzijave? Hem është çfarë? Është për atë e cila vjen e ki breng, a thu që shka me dalë kjo punë. Do më thonë, brenga o për të ardhëmën, që shka me ja dalë, që soj, a thu mu i me kry këtë punë. Ama ajo puna shka tjetë u shqetsu, ala s'ka ardhë. E ardhëmja. Kur tjetë shqetsimi për të kalumën, i thojnë mërzi, hazen. Ka thonë alayhis salatu wassalam, o Zot, më ruaj edhe pi brengës, edhe pi mërzijës. Por çfarë arsye? Se që të dyja janë të panjohura për mua. Unë asë nuk e di nesër çka ndodh, e asë në ndryshoj atë çka dje ka kalu. Ti asë mundesh me ndryshu djeshmin, asë se di çka ndodh nesër. Ka thënë alayhis salatu wassalam, o Zot, më ruaj pi këtyre dyshqetësimeve. A njerëzit jetojnë me sëre dyshqetësimeve. Cila dyshqetësime? A çka bon atë kalumën, çka ka me bot ardhmën.
mes kësajna dhe kësajna shkatërohet njeri. Të kalumja ka shkue. Ti mund është me kajt edhe qatë vjetë sa i ki me kajt për të kalumën. Mund është me kajt gjdo dit për një dit qka ka kalue. I ke bo 60 vjetë edhe 60 me kajt qera së ndryshon as 1 milimetër. Apo, andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyri në komentin e këtij hadithi se Allahu xhelal nuk i thirr me besimtarët në mërzi, sepse mërzia nuk sjell dobi. E vetmja që sjell dobi prej mërzijës cila është ajo mërzi e cila e kujton gjunahin dhe e shtim me bose vap. E kjo po. Jo një të shire, shumë gjunaj e kam bot kalumën, ta mloj me të ardhmen duke bo punë të mira. E kjo në regull jemi. Ama ti fillon dhe mërzitësh kot, e mbulon ditën me mërzi për atë që ka kalu dje, kot nuk ndronë kur gjo. Kaderi Allahut ka shkue. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, njeriu kur thot sikur ja qel derën shejtanit. Apo kur thot njeri, sikur ta kisha bërë çeta, s'm kishte ndodhur si kjo. Jo, tash kemi hi ka dera shejtanit. Shejtani më thënë ka me hije, po nuk ka u kry ajo. E kalumja është krye. Këshir në të ardhmen çka mundesh me drejtue. Ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe më ruaj o Zot nga paaftësia dhe dëmbelia. Këto e shpjegojmë në hadithin e kaluar. Pastaj ka thënë wal jubni wal bukhl, dhe më ruaj o Zot nga tuta, edhe kjo është për në hadith kalum, edhe këtu ka thënë wal bukhl, prej tutës dhe kooperacijes. Dhe tuta dhe kooperacia i burojnë dhe janë nga njëra tjetrës. Njeri për shembull që si jep pare, kooperaca, po edhe na kooperac. E pse si jep pare? Se tutët. S'është trim. Trimi e nxjerr koletën dhe jep pare, ajo trim. Apo ti shep plot për njerëz që marrin trima, azgana, me ja lip 2 dinar për fukarajën, ti e shaj ditë fartucia. Veç pak se çaty ti nxjerr ti 100 harxhive që kam i bë, veç pse ja për fukarajës. Mos ta bëjë ndihmën. Po këtë arsye shiko, trimri është me dhënë sadaka. Trimri është me dhënë sadaka. Trimi jep zakat. Se tutët se ka Allahin e vet xhel xhelal. Abu Bakr Siddiku i ka dhënë këtë parët te pejgamberi alayhi salatu wassalam, as i dinar se ka lënë në shtëpia. Dhe kur e ka pyet pejgamberi sa më ka dhënë shaka lënë në shtëpia, te këtë trimri. Ka thënë kum lënë Allahin dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ruan Zoti familjen time. Pastaj ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa a'udhu bika min dhala'i ad-dayn wa khalabati ar-rijal. Pastaj ka bënë dua shumë interesant pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thënë o Zot, më ruaj nga dhala'i ad-dayn. Dhala'i ad-dayn ka thënë dietarët është vështirësia e borxhit. Vështirësia e borxhit. Apo ashpërsia, ki mor parë borxh, e suni ti kthije. Ki mor parë borxh, suni kthen. Ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, më ruaj nga vështirësia e borxhit, mos ma bën parë borxhin. Mirë, po shumë interesant se ka përmend shprehjen. Ka thënë wal dhala. Ç'kjo dhala? Ajo është ky brini i shtremt të njëri, i thonë dhala. Piçiti brinit është krijuar hava, gruaja. Pejgamberi sa më shikoi se ka përshkruajt borxhin. Borxhin e ka përshkruajt sikur rrethi i brinit, i kockës që e ki mbark. Pse ka përshkruajt kështu? Ka thënë dietar se ja ngatron njerit jetën. Ja ngatron njerit jetën. A e keni pa kur hamish, qoft lopës, qoft pulës, çka do koft? Te ato rrethët e mishave që e ngatrum, me nxjerr mishin. Dola, me nxjerr duhesh ka dole prit, ta largosh kocën e ta merrsh mishin. Kështu e ka përshkruajt pejgamberi sa borxhin, se ta ngatron jetën. E sheh borxhlie në udhës, e lakon udhën, se ki parë më dhon. E kitë këto e vështirëson jetën. Ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, më ruaj pi këtij lloj borxhi, që mban mos më dal njerëzve karshi. Borxhi të ban mos më dal pishpije. Do thum, sha jeni do të më dhon varret. Ka amria fort. Edhe pse, shiko, pastaj ka lloj borxhi normal. Ka borxh ti e ke mria fatin, e ke pas me të parin me i dhon, me dytin, me tretin. Ti e di se ka kaluar fati. Kjo në rregull, ka bëu dua, ka thënë o Zot, mos më ngarko me këtë shtrembrim të borxhit. Mirë, po ka lloje të borxheve, ti e kon zor, ke mor borxh. A fati alas ka ardh. A ma i trin qafti je. E këto ka bëu dua tjetër pejgamberi sa. Ka thënë wa ghalabati ar-rijal, dhe nga mundimi i burrave. Çka është mundimi i burrave? Ka thënë dietar, kur ti ki borxh,
e ai trin qafti vazhdimisht. Qysh trin qaf? Kur ti e ki mri afatin, faji është joti. Ka kalu afati, tash ti që si ki kthi parët, hua marë si du të me hik. Ama ka raste kur borxhdhansi, pa ti ka dhënë borxh, ala afati s'ka ardhur. Po ti sa që të takon thot, mos haro, edhe 5 muaj vjen afati. Ai afati ala s'ka ardhur, ai vazhdimisht ta thekson thot, 5 muaj ai ki babarët. Ti ban ato 5 muaj azapaj. Apo mos haro thot, shumë shpejt vjen afati dhe fillon me tu bë barr. Pra kemi barr kur ti e ke kalu afatin dhe kemi barr që ti se ke mri afatin, ala ki ko. Ti ndoshta i kije mundësit me i këthi, a i vazhdimisht të rinë krye, parët, mos haro parët, e kështu më radhë. Andaj ka bo doa pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Zot, më ruaj nga shtrëmbrimi, vështirësia që më shkakton në borxhi dhe nga mundimi që më ban ai çka më ka dhënë borxh. Dhe kjo është prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot mund të themi shumë çka për borxhin, nga se nuk kemi tema jo nuk është borxhi, nga se Zoti e ka lejuar me dhën borxh, edhe me marr borxh, mirë po Zoti e ka bo me e kthi borxhin. E shumë prej muslimanëve fatkeqësi e madhe e merr borxhin dhe kur e kthen të ndërum xhamat, kur ta kthesh borxhin dush me falendërue hua dhënsim. Dush me thënë Allah i shpërblef që mi dhave parët borxh se kryta punë. Çish ka mri punat e na? Na kena mri punën deri në atë drejtë që t'ja jep borxh. Dhe ku të vele dita me t'i këthi, nëse t'i këthen, se shumë shtirë vjen ajo dit, po hajtë pezona që ka orë që ajo dit, vjen t'i këthen, ti që i te morë borgjë dhe këthi parën tane, dush mi thonë faliminderit vëllatë që mi këtheve. A e kini pasit e neja shtrembru punët. Ne e kina bot bardhën, zezën bardhë, edhe japë në zërë si me kone buhorera. A cëli sa për njësë bankot, ato që punë për të mi thonë faliminderit me këti, faliminderit që mi dhave, pi 3.000 euro, faliminderit që mi këtheve 100 euro, inshallah mi këtheve 2.900. Ku ka pa kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur mirë të borgjë, e këthen të borgjin ngo, para kohë, edhe i thonë të njeriut, Allahu shpërbleft, që edhe pak parë shtesë. Faliminderit që ma sos e punën. Pa i ti ka sos punën, mëra ti ka dhënë parë, ti që ki pasë hiq, ti ka dhënë grumull, borgjë. Ti e ke kry punën, ti pa që të parë se ne kryshe punën, dhe vjen puna që ti e këthen borgjin, apo dhe ti e me thonë faliminderit ta. Ama që shqipja kjo, faliminderit që ta sosa unë e punën ta. Andaj, shiko, pejgamberi alayhi salatu wassalam shkon të çdo sen në vendin e vetë. Dhe kjo është ka të ndodhë të na, është kaos i madhë. Kaos i madhë që borgji, krymja e një detire, me kanë, me shtin borgj njerin 2 herë. Me shtin njerin borgj 2 herë. Një herë që ti ka dhënë parët, edhe njerë me të ngajt, ajtije, kujije, kusije, tja këthesh parët e veta. Dhe e ban njerin lyps me parët e veta. Jo, e pasaj shumë njerës normal që bysin, o gjo, qysh mi adhon be borç, për du të me ngajt më sa me këtë. Unë du të me ngajt. Ky kur du të me mi morë parët, ma gjenë numrin. Kur du të mi këthi, s'ka numër, së ne gjenë kërkun. Për ka s'ki du të me pas kujtis besimtari, që mës ta sjell vetën në këtë drejtë.